Sovroni. Do kishe ma. Sovroni edhe Republikës. Kryeministri i Republikës do ta bëj kurdi. Po Hikmeti më pengoj që ka pak emocion që çanena, e ma hop ke pak. Po mirë. Unë jam i mirë në retorik, prandaj kam punë të mirë me Amerikë. Ç'është do taj? Po që muzika gjithmonë të relakson edhe. Po kështu jetën e përditshme domethënë ajo lidhja, zgjidhja. Ajo, ema nuk është momentalisht në lidhje, fokusi momentalisht në punë, po nuk do të thotë që nuk isha pas kohë. Me po me takun e aktorë të mirë. Nuk do me thonë që me qenë pjesë e artit, mundet me qenë edhe ndoshta një profesioni tjetër. Pse jo? Për shembull? Unë jam prej aty në femrave që asnjëherë nuk i kam qitë vetës pengesa me thonë që nuk e marr një djalë Dugaxhinit ose ndasive, zonave në bazë si dihet ku çon kismeti. Asnjëherë, kështu që as në profesione nuk bëj kësi dallime. E rëndësishme është që me qenë shqiptar, që kjo ka rëndësi, mandej se ka është. Bravo, e vërtet që kjo. Po, dishta me dalë se edhe Ajdarit që shto të me thonë është njëftu deputeti nderuar. Realisht fillim kanë qenë shok, unë me saj kum lexuar dikon me një vend, ka thonë që ti ke qenë shef i kabinetit të Haridin Kuçit. Edhe bashkëshortja jote ka punuar. Unë kum qenë shef i kabinetit të zotit Kuçit dhe zotit Manaj. Bashkëshortjen e kum njoftë qendresën, kem qenë mest mirë një periudhë caktuar, ndoshta ma shumë se 2 vite kena qenë mest mirë, pastaj që ashtu ka orë rëthona. Ja, pas ta kish orë dikush Hajdar spjegoj mirë, se është shumë e mirë që kjo. Ju kishton një dyshka një qeft dhe ju... Dëgja, na ka pas edhe rastet nga mes të tilla, po unë jam shumë i lumtur në jetën bashkëtorë. Nuk diskutohet dhe keni familje të mrekullueshme. Pas ju martu me qendresën, do të thotë ne tani kemi 4 fëmijë, kemi Lunën, Lunën, Dorën, Regen edhe Leken, por mund të them që pa mbështetjen e qendresë, pa përkrojën e qendresë, unë nuk kisha pas mundësi me dalë në politikë edhe me arrit ato pozitat. Përndryshe nga deputet të rallë që shpesh herë postoj foto edhe me grua edhe me... Po ti nuk mundesh me qenë politikan i mirë, pa i kushtu rëndësi edhe familjes, me pas rëndësinë të familja, po familja për mendimin tim është e shejtë dhe duhet të respektohet si shejtë. Bravo, sigurisht. Bravo. Unë bashkëshorten, përveç se kom bashkëshorte, kom edhe shoqet mirë dhe kalojmë jashtëzakonisht mirë dhe kom sot populli krajnë djathtë në gjitha gjetat e mia. Kur jemi këtu te familja, më ka bu përshtypje një diçka Hajdar, dishta me dol me kalu prap përsëri pak politika, më kthy prap te familja jote. Pse realisht, domethënë kam hyrë ditë edhe kam shikuar në Facebook, ish presidenti na shumë tha që ka disa foto me jo disa, po ka shumë foto me prindët e tij. Po ashtu kryeparlamentari Veseli, Ramosh Haradinja me nanën e tij, me nanën e vet, secili. Pse kryeministri Kurti nuk ka asnjë foto me prindërit e tij? Ka po përshtypje kjo? Jo, mendoj që duhet ta pyetni zotin Kurti. Po çka mendon ti? Domethënë se ha pak më herët. Hes mendoj, nuk kisha u ku me mendu. Duhet me menduaj. Hajdar, përndryshe përveç teje, pjesë luftës kanë qenë edhe 2 vëllezër